Banorët e pallatit Arlis në rrugën e Dibrës, të prekur nga zjarri disa ditëve më parë pranë zonës së njohur si Farmacia 10, do të përfitojnë mbështetje financiare nga Bashkia e Tiranës. Vendimi u bë i ditur në mbledhjen e Këshillit Bashkiak nga kryetarja në detyrë, Anuela Ristani. Sipas saj, familjet që kanë mbetur pas strehim do të subvencionohen me 40.000 lekë në muaj, në përputhje me nivelin maksimal të ndihmës për zonën B të kryeqytetit. Ristani theksoi se megjithse nuk pati viktima apo të lënduar rënd, domet në strukturën e pallatit janë të konsiderueshme, duke e bërë një pjesë të apartamenteve të pabanueshme. Ndihma është e domosdoshme për të garantuar jetën, shëndetin dhe dinjitetin e qytetarëve të prekur, u shpreh ajo, duke shtuar se ndërhyrja e bashkisë është e bazuar në ligj dhe synon zbutjen e pasojave emergjente. Në të njëjtën mbledhje, Këshilli Bashkiak miratoi edhe një tjetër vendim që lidhet me transportin publik. Bashkia do të kompensojë shoqëritë e transportit urban me 50 lekë për litër karburanti për muajt mars, prill dhe maj 2026, si pjesë e paketës antikrizë. Ristani argumentoi se rritja e çmimeve të karburanteve, si pasojë e krizës globale energjetike, ka ndikuar drejt për drejt në kostot e operatorëve të transportit, duke e bërë të nevojshme ndërhyrjen financiare për të mbështetur këtë sektor dhe për të shmangur rritjen e mëtejshme të tarifave për qytetarët. Fondet për këtë kompensim do të mbulohen nga buxheti i bashkisë dhe fondet qendrore.